Në zemër të një qyteti të vjetër evropian, ku rrugicat e ngushta të kaldrëmit rrëfejnë histori që datojnë shekuj më parë, jetonte një burr i pasur i quajtur Edard Langley. Ai kishte fituar pasurinë e tij nga tregtia ndërkombëtare dhe investimet të zgjuara. Por ndryshe nga shumica e milionerëve të tjerë, ai rrallë shfaqej në publik dhe rrallë i lejonte njerëzit të hynin në jetën e tij personale. Apartamenti i tij në qendër të qytetit ishte i madh, me tavan të lartë dhe tablo të rralla arti që kishin kaluar brez pas brezi në familjen e tij. Megjithatë, pavarësisht pasurisë së tij të jashtëzakonshme, ai rrallë shfaqte shenja të bujarisë. Shumica e njerëzve që punonin për të e përjetonin si një punëdhënës strikt, ndonjëherë i ashpër, shpesh i largët, por gjithmonë korrekt në lidhje me kontratat dhe pagesa. Në atë qytet jetonte edhe Anna Meyer, një vajzë e re që kishte lindur dhe rritur aty, dhe që punonte si kamarier në një kafene të vogël që frekuentohej nga vendasit dhe turistët. Ajo ishte e njohur për buzëqeshjen e saj të qetë dhe për mënyrën e kujdesshme me të cilën shërbente klientët, duke marrë vëmendje të veçantë për çdo detaj. Por jeta e saj nuk ishte lehtë. Kishte humbur prindërit e saj të rinj dhe ishte rritur në një familje të thjeshtë, duke punuar që të mbjetonte. Megjithatë, ajo nuk kishte ndalur kurrë së shpresuari për diçka më të mirë. Për një ditë kur mund të ndihmonte jo vetëm veten, por edhe të tjerët. Një mëngjes të ftohtë të dhjetorit, kur bor lehtë mbulonte çatit e qytetit dhe drita e diellit përhape e holl mbi kaldrëmet, Edard vendosi të dilte për një mëngjes të thjeshtë jashtë apartamentit të tij. Ai kishte nevojë për kafe dhe një ambient të qetë për të lexuar raportet të fundit të tregut. Kafeneja ku punonte Anna ishte pikërisht në rrugën që ai përshkonte çdo ditë. Por kjo ishte hera e parë që ai kishte vendosur të hynte. Kur hyri, u ndje menjëherë atmosfera e ngrohtë e vendit. Aroma e kafes së sapo përgatitur, buka e pjekur që dilte nga furra pranë, dhe zëri i butë i Anës që përshëndeste klientët. Ai porositi një kafe dhe ul pranë një dritareje, duke shikuar rrugicat e zbukuruara me dritat e festave. Anna e shërbeu me mirësjellje, duke e përshëndetur dhe duke bërë gjithçka që ta ndihej komod. Kur kishte përfunduar mëngjesin, Edard la vetëm një këst prej $5 mbi tryez dhe doli. Për kamarieren, kjo ishte një shifër minimale, një tip i zakonshëm që klientët her pas here linin. Megjithatë, ajo nuk e hoqi syt nga ai derisa u largua. Një ndjenjë e çuditshme ngrohtësi si mbushte zemrën. Nuk e dinte pse, por ndjeu që ky burr nuk ishte thjesht një klient tjetër i zakonshëm. Kishte diçka të veçantë tek ai. Ditët kaluan dhe dita e ardhshme e Edard përsëri u kthye në kafene. Ai ishte gjithmonë i rezervuar, por kishte një respekt të natyrshëm për mënyrën se si Ana kujdesej për klientët e saj dhe për vendin. Ai vazhdoi të bënte vizita të shkurtra, herë duke lexuar gazetat, herë duke shikuar qytetin nga dritarja e kafenes. Në çdo vizitë, Ana shërbente me të njëjtën vëmendje dhe buzëqeshje të sinqertë, duke mos e ditur se sjellja e saj e thjeshtë, por e përzemërt, po fillonte të prekte jetën e Edard në mënyra që asaj nuk mund ta parashikonte. Një pasdite, kur qyteti po përgatitej për festat e fundvitit, Edard u fut në kafene dhe pa Ana duke ndihmuar një klient të moshuar që ishte rrëzuar aksidentalisht. Ai vëzhgoi se si ajo ngadalë ndihmoi burrin të ulej, duke përdorur një qetësi dhe kujdes të vërtetë. Ky akt i vogël i sjelljes së saj e preku thellë Edard. Ai filloi të kuptonte se bujaria dhe dashuria për të tjerët nuk matet me pasuri, por me veprime të vogla dhe të sinqerta. Pas disa javësh, Edard filloi të vizitonte kafenen më shpesh, duke lënë gjithmonë një këst të vogël, por gjithmonë me një vëmendje që tregonte respekt dhe admirim për Anën. Për të, ajo nuk ishte thjesht një kamarier. Ajo ishte një shembull i gjallë i mirësisë së paprekur nga ndonjë motiv personal. Në fund të vitit, Edard vendosi të bëjë një udhëtim për të reflektuar mbi jetën e tij dhe për të menduar mbi testamentin e tij. Ai kishte pasuri të mëdha, prona, investime dhe koleksione arti, por diçka e kishte shqetësuar gjithmonë. Ai nuk kishte pasur ndonjë lidhje të afërt me njerëzit përreth. Edhe pse pasuria e tij ishte jashtëzakonshme, ai e ndjente boshllëkun e madh të zemrës. Kur u kthye, Edard vendosi të vizitonte Ana një herë tjetër, por kësaj radhe jo për kafe, por për të shprehur një mirënjohje më të thellë. Ai e ftoi atë për një bisedë private në zyrën e tij të apartamentit, duke shpjeguar se sa i kishte prekur sjellja e saj e sinqertë. Ai e përshkroi mënyrën se si $5 që kishte lënë fillimisht nuk ishin thjesht një këst i zakonshëm,
por një test i asaj që ai vlerësonte te njerëzit. Mirësinë e vërtet, pa pritur asgjë në kthim. Anna e ndjer dhe e përulur, tha vetëm disa fjalë të thjeshta. Se ajo gjithmonë kishte bërë atë që ndihej e drejtë, dhe se çdo veprim i vogël kishte një peshë më të madhe se sa mendohet. Këto fjalë ishin të thjeshta, por preku thellë e dardhë. Ai kuptoi se përvojat e vogla të njerëzve të zakonshëm kishin një vlerë të pashlyeshme, dhe se mirësia e saj ishte rrallë. Pas këtij momenti, Edard vendosi të ndryshonte testamentin e tij. Ai e përfshiu Anën si përfituese në një pjesë të konsiderueshme të pasurisë së tij, duke e njohur jo vetëm si një kamarier që i kishte dhënë një buzëqeshje të sinqertë dhe shërbim të përkushtuar, por si një simbol të mirësisë dhe ndershmërisë që ai kishte kërkuar gjithë jetën. Ky akt i fundit, i thjesht, por me kuptim të thellë, ndryshoi fatin e një gruaje të re dhe tregoi se ndonjëherë veprimet më të vogla, si një buzëqeshje ose $5 të lënë për dik, mund të kenë ndikime që shtrihen shumë përtej asaj që mund të imagjinohet. Para se të takonte Ana, jeta e Edard Langleu ishte një seri rutinash të ngurta dhe ditësh të ngarkuara me takime, kontrata dhe udhëtime të shpeshta. Ai kishte lindur në një qytet të vogël në Angli, në një familje që kishte pasur pasuri të moderuar, por jo luks. Babai i tij ishte një tregtar i kujdesshëm, gjithmonë i zëm me llogaritjet e ditës, ndërsa nëna e tij, një grua e qetë dhe e respektuar në komunitet, kishte përkujdesur gjithçka që lidhej me familjen dhe edukimin e Edardit dhe vëllezërve të tij. Që në fëmijëri, Edard ishte i jetur për të kuptuar mekanizmat e botës së biznesit. Ai kalonte orë të tëra duke lexuar gazeta, duke ndjekur lajmet e tregut dhe duke vizualizuar mënyra se si mund të bënte para. Përkushtimi i tij ishte i paçmuar, por kjo kërkonte sakrifica. Ai rrallë luante me fëmijët e tjerë, rrallë përjetonte kohën e lirë si të tjerët. Një pjesë e tij e brendshme, ajo që shprehej si ëndër, ishte gjithmonë e fshehur, sepse për të çdo humbje kohe ishte një humbje potenciale pasurie ose mundësie. Kjo ditë ishte një pikë kthese. Edard filloi të ndjente diçka që nuk e kishte ndjer prej shumë kohësh. Një lloj lidhje të sinqertë me një tjetër qenie njerëzore. Ai filloi të vizitonte kafenen më shpesh, jo për të pirë kafe, por për të parë Anën duke punuar, duke e parë botën përmes mënyrës së saj të shërbimit të thjeshtë, por të përzemër. Ai mësoi nga ajo se mirësia nuk kërkon motiv, dhe se ndonjëherë aktet më të vogla ndryshojnë jetën më shumë se veprimet më të mëdha. Anna, nga ana e saj, filloi të ndjente diçka të ngjashme. Një ndjenjë respekti dhe kurreshtje për këtë burr misterioz, që kishte jetuar një jetë të jashtëzakonshme, por duke kërkuar të njëjtën thjeshtësi dhe mirësi që ajo e tregonte çdo ditë. Pa e ditur, ata po krijonin një lidhje të fshehtë, një ndjesje përbashkët e vlerave që shfaqeshin në veprime të vogla, të përditshme, dhe jo në pasuri ose status. Pas disa muajsh vizitash të përditshme, Edard vendosi se kishte ardhur momenti për të bërë një gjest më të drejtpërdrejtë. Ai e dinte që pasuria e tij nuk kishte kuptim të vërtetë nëse nuk përdorej për të bërë mirë, dhe mënyra më e dukshme për ta bërë këtë ishte përmes njerëzve që i njihte dhe që kishte parë se kishin virtyte të rralla. Anna ishte pikërisht një nga këta njerëz. Një mëngjes të acartë janari, ai e ftoi Anën për një bisedë private. Nuk kishte fjalë të stërzgjatura apo komplimente të zbukuruara. Ai i tha thjesht, dua të të tregoj diçka që ka rëndësi për mua. Mund të vijësh në apartamentin tim? Anna, e habitur, pranoi, edhe pse kishte një ndjenjë të lehtë pasigurie. Kur hyri në apartament, ajo u befasua nga madhësia dhe eleganca e vendit. Një qetësi e rrallë mbushte hapësirën. Nuk kishte zhurma ose përpjekje për të dukur, thjesht një hapësirë e vërtet ku çdo gjë kishte vendin e saj. Edard e shikoi Anën me një përzierje respekti dhe mirënjohjeje, dhe nuk e kishte të lehtë të fillonte të fliste. Kam vëzhguar veprimet e tua për disa muaj, filloi ai me një zë të ulët dhe të qetë. Çdo gjë që bën është e thjeshtë, por e sinqertë. Nuk ka asnjë motiv tjetër përveç kujdesit dhe mirësisë. Kjo është diçka që ka munguar gjithmonë në jetën time. Anna nuk e dinte si të përgjigjej. Ajo nuk ishte mësuar të dëgjonte fjalë kaq të rëndësishme, dhe ndonë se zemra e saj rrite shpejt. Ajo thjesht buzëqeshi dhe tha, unë gjithmonë bëj atë që ndihet e drejtë. Nuk mendoj për shpërblim. Kjo thjeshtësi e saj preku Edard thellë. Ai e kuptoi se mirësia e vërtet nuk mund të blihet, nuk mund të merret me para, dhe nuk mund të imponohet. Ajo ishte një dhuratë që ekzistonte në veprimet e përditshme, dhe ai kishte qenë dëshmitar i saj pa asnjë pritshmëri.
Në ato momente, ai filloi të mendoj për testamentin e tij. Ai kishte pasuri të jashtëzakonshme, prona, investime dhe koleksione arti që mund të ndryshonin fatin e çdo personi që i zgjidhte të përfitonte. Por kujt do t'i alinte? Miqve të vjetër, shokëve të biznesit, të afërmve që shpesh nuk e kuptonin vlerën e jetës së përditshme. Jo, ai kuptoi diçka të thjeshtë, por të fuqishme. Dikush si Ana që jetonte me integritet dhe mirësjellje çdo ditë, meritonte më shumë se çdo kush tjetër. Ai nxori një fletë dhe filloi të shpjegonte vendimin e tij. Një pjesë e konsiderueshme e pasurisë do të shkonte tek Ana Meyer, për t'i dhënë mundësinë që të jetonte pa shqetësime ekonomike dhe për të shpërndarë mirësinë e saj edhe më tej. Eddard përshkroi çdo arsye me kujdes, duke u siguruar që ajo ta kuptonte rëndësinë e vendimit. Ana ishte habitur dhe e prekur thellë. Ajo nuk mund ta imagjinonte që një person që kishte njohur për vetëm disa muaj të besonte kaq shumë te ajo dhe të bënte një gjest kaq të madh. Por ajo e kuptoi se nuk ishte thjesht një dhuratë materiale. Ishte një njohje e thellë e virtytit të saj, një vlerësim i asaj që ishte më rëndësishme se çdo pasuri, integriteti dhe mirësia e vërtetë. Në ditët që pasuan, Eddard filloi të ndjente një lloj paqeje që nuk kishte përjetuar kurrë më parë. Testamenti i tij ishte ndryshuar, por ajo që ndryshoi më shumë ishte vetë ai. Mënyra se si e shihte botën, mënyra se si e kuptonte rëndësinë e veprimeve të vogla dhe fuqinë e lidhjeve njerëzore. Ana, nga ana e saj, filloi të përdorte mundësitë e reja për të ndihmuar të tjerët, duke zgjeruar ndikimin e saj të mirësisë përtej kafenes dhe komunitetit të saj të ngushtë. Ajo kuptoi se ndonjëherë një veprim i thjeshtë, si një buzëqeshje ose ndihmë ndaj një klienti të moshuar, mund të kthehet në mënyra që nuk i kemi imagjinuar kurrë, duke ndryshuar jetën e dikujt në mënyra të jashtëzakonshme. Në fund, historia e Eddard dhe Ana nuk ishte thjesht për pasuri ose dhurata, ishte për fuqinë e mirësisë, për rëndësinë e veprimeve të thjeshta, dhe për mënyrën se si një person mund të ndryshojë fatin e një tjetri thjesht duke qenë i vërtetë, i sinqert dhe i kujdesshëm ndaj botës që e rrethon. $5 e parë që Eddard kishte lënë në tavolinë ishin thjesht fillimi i një udhëtimi që do të çonte në diçka shumë më të madhe dhe më të rëndësishme. Njohjen e vlerës së mirësisë dhe lidhjes njerëzore që nuk mund të matet me para. Pas vendimit të Eddard për të përfshirë Ana në testament, një botë e re filloi të hapet për të. Një botë që ajo kurrë nuk kishte ndëruar. Fillimisht, ajo ndjeu një ndjenjë të përzier, lumturi, frikë dhe një përgjegjësi të thellë. Kjo nuk ishte thjesht një shpërblim për jetën e saj të përditshme. Ishte një mundësi që mund të ndryshonte gjithë rrjedhën e saj jetësore. Por Ana nuk donte të shpërdoronte këtë dhuratë. Ajo vendosi të përdorë çdo mundësi me kujdes, duke ndjekur parimet që gjithmonë e kishin udhëhequr. Ndershmëri, përkushtim dhe mirësjellje. Një pjesë e vogël e pasurisë së Eddard u përdor menjëherë për të përmirësuar jetën e përditshme të Anas. Ajo mund të largonte frikën e borxheve dhe shqetësimet për qiranë e strehimit. Mund të investonte në arsimin e saj dhe të kursente për nevojat më të mëdha që nuk i kishte mundur kurrë më parë. Por ajo nuk ndiu nevojën për të shfaqur këtë pasuri. Përkundrazi e përdori me modesti dhe kujdes, duke mbajtur lidhjet e saj me komunitetin të gjalla dhe duke vazhduar punën e saj në kafene. Për Anan, pasuria nuk ishte qëllimi. Ishte një mjet për të bërë më shumë mirë. Eddard, nga ana e tij, përjetoi një transformim të thellë shpirtëror. Për herë të parë, ai kuptoi se pasuria nuk është thjesht një mënyrë për të grumbulluar gjëra materiale, por një mundësi për të krijuar ndikim të vërtetë në jetën e njerëzve. Ai filloi të shikonte jetën në një mënyrë më të qetë, duke kuptuar se vlerat e vërteta nuk maten me para, por me ndikimin që lë një njeri për të tjerët. Çdo vizitë në kafene, çdo moment i përbashkët me Anan, ishte një kujtesë e fuqisë së veprimeve të vogla. Pas vendimit të Eddard për të përfshirë Anan në testament, një botë e re filloi të hapet për të. Një botë që ajo kurrë nuk kishte ndëruar. Fillimisht, ajo ndjeu një ndjenjë të përzier, lumturi, frikë dhe një përgjegjësi të thellë. Kjo nuk ishte thjesht një shpërblim për jetën e saj të përditshme. Ishte një mundësi që mund të ndryshonte gjithë rrjedhën e saj jetësore. Por Ana nuk donte të shpërdoronte këtë dhuratë. Ajo vendosi të përdorë çdo mundësi me kujdes, duke ndjekur parimet që gjithmonë e kishin udhëhequr. Ndershmëri, përkushtim dhe mirësjellje. Një pjesë e vogël e pasurisë së Eddard u përdor menjëherë për të përmirësuar jetën e përditshme të Anas. Ajo mund të largonte frikën e borxheve dhe shqetësimet për qiranë e strehimit.
Mund të investonte në arsimin e saj dhe të kursente për nevojat më të mëdha që nuk I kishte mundur kur më parë. Por ajo nuk ndiu nevojën për të shfaqur këtë pasuri. Përkundrazi e përdori me modesti dhe kujdes, duke mbajtur lidhjet e saj me komunitetin të gjalla dhe duke vazhduar punën e saj në kafene. Për Annan, pasuria nuk ishte qëllimi. Ishte një mjet për të bërë më shumë mirë. Eddard, nga ana e tij, përjetoi një transformim të thellë shpirtëror. Për herë të parë, ai kuptoi se pasuria nuk është thjesht një mënyrë për të grumbulluar gjëra materiale, por një mundësi për të krijuar ndikim të vërtetë në jetën e njerëzve. Ai filloi të shikonte jetën në një mënyrë më të qetë, duke kuptuar se vlerat e vërteta nuk maten me para, por me ndikimin që lë një njeri për të tjerët. Çdo vizitë në kafene, çdo moment I përbashkët me Annan, ishte një kujtesë e fuqisë së veprimeve të vogla. Në ditët që pasuan, Anna përdori mundësitë e reja për të hapur projekte të vogla komunitare. Ajo filloi të mbështeste familje në nevojë, të ndihmonte të rinj që donin të mësonin art dhe zanate, dhe të siguronte që kafeneja të ishte më shumë se një vend për të pirë kafe. Të ishte një qendër ku njerëzit mund të ndihmonin njëri tjetrin. Shumë njerëz në komunitet filluan të shihnin ndryshimin dhe u frymëzuan nga veprimet e saj, duke kuptuar se një individ mund të bëjë një ndryshim të madh kur vepron me zemër. Një nga momentet më të rëndësishme ishte kur një ditë, një familje e re me 2 fëmijë hyri në kafene. Ata ishin në vështirësi ekonomike dhe nuk kishin mundësi të paguanin kafen dhe bukën për të gjithë ditën. Anna, pa u menduar 2 herë, ofroi gjithçka që mundi nga fondet e saj të reja, duke ndihmuar familjen të ndihej e mbështetur dhe e sigurt. Eddard, që ndodhe aty rastësisht, vëzhgoi skenën dhe ndjeu një emocion të thellë. Veprimi I saj ishte I thjeshtë, por kishte një ndikim të jashtëzakonshëm. Ai kuptoi se ky ishte ndryshimi që gjithmonë kishte kërkuar në jetën e tij. Të shihte pasurinë e tij të përdorej për të krijuar mirë dhe lumturi të vërtetë. Me kalimin e kohës, marrëdhënia midis Eddard dhe Anna u thellua pa nevojën për fjalë të shumta. Ata nuk kishin nevojë për dialog të gjatë. Thjesht kuptimi dhe respekti ndërsjell ishte I mjaftueshëm. Për Eddard, çdo moment I thjesht me Anna ishte një mësim mbi vlerën e ndershmërisë dhe mirësisë. Për Annan, çdo moment ishte një kujtesë se veprimet e saj të përditshme kishin një rëndësi që ajo nuk e kishte imagjinuar kurrë. Në këtë periudhë, komuniteti I qytetit filloi të ndjente ndryshimin. Njerëzit filluan të kuptonin se pasuria dhe fuqia nuk ishin gjithçka. Veprimet e vogla, përkushtimi ndaj të tjerëve dhe mirësia e sinqertë kishin një ndikim më të madh. Historitë e Annas dhe Eddard filluan të shpërndaheshin, dhe shumë njerëz filluan të ndihmonin njëri tjetrin pa pritur shpërblim. Kjo krijoi një efekt zinxhir që ndryshoi atmosferën e qytetit. Njerëzit filluan të jenë më të kujdesshëm, më të sjellshëm dhe më të bashkuar. Një dimër më vonë, kur bora mbuloi qytetin dhe dritat e festave u ndezën mbi rrugët e ngushta, Eddard dhe Anna shikonin qytetin nga dritarja e kafenes. Ata nuk flisnin shumë, por ndjenja e kënaqësisë dhe paqes që përjetohej ishte më e madhe se çdo fjalë. Eddard e kuptoi që ky ishte momenti që ai kishte kërkuar gjithë jetën. Të shihte pasurinë e tij të përdorej për të krijuar mirësi të vërtetë dhe të përjetonte lidhjen me dikë që nuk kishte motiv tjetër përveç dashurisë dhe mirësisë. Anna, nga ana e saj, ndjeu se çdo sakrificë që kishte bërë deri atë moment, çdo përpjekje për të qëndruar e ndershme dhe e përkushtuar, kishte çuar në një ndryshim të madh. $5 e parë që Eddard kishte lënë ishin thjesht fillimi I një udhëtimi që ndryshoi fatin e saj dhe të shumë të tjerëve. Në fund, historia e Eddard dhe Anna nuk ishte vetëm për pasuri ose dhurata. Ishte një tregim për fuqinë e veprimeve të vogla, për rëndësinë e mirësisë dhe përgjegjësisë, dhe për mënyrën se si një person mund të ndryshojë jetën e dikujt tjetër thjesht duke qenë I sinqert dhe I kujdesshëm. $5 e parë ishin një simbol I vogël, por ajo që ata përfaqësonin ishte jashtëzakonshme. Mirësia, lidhja dhe mundësia për të bërë botën më të mirë, një veprim në një kohë. Pas disa muajsh, ku qyteti ishte ende I mbuluar nga borë dhe rrugicat e ngushta reflektonin dritat e ngrohta të llambave, Eddard qëndroi në apartamentin e tij të madh, duke parë nga dritarja qytetin që e kishte parë të rritur dhe të zhvillohej gjatë dekadave të tij të punës. Ai e ndjeu një qetësi të rrallë, diçka që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë në jetën e tij të gjatë dhe të pasur. Çdo objekt rreth tij, çdo tablo arti, çdo koleksion I jashtëzakonshëm ishte thjesht pjesë e asaj që kishte fituar. Por ai e kuptoi tashmë se pasuria e vërtet nuk matet me para.
Në mendjen e tij, vizita e Annas dhe veprimet e saj të thjeshta kishin krijuar një ndryshim të madh. Ai mendoi për $5 që kishte lënë fillimisht mbi tavolinë, dhe për mënyrën se si një akt i vogël mund të kishte pasoja të mëdha. Nuk ishte numri i dollarëve, por vlera e sinqeritetit dhe mirësisë që kishte parë tek ajo që e kishte bërë atë të ndryshonte mendimin e tij, të ndryshonte zemrën e tij dhe në fund të ndryshonte testamentin. Ai kujtoi momentet e para kur e kishte njohur. Buzëqeshja e saj e thjeshtë, përkushtimi ndaj çdo detaji në kafene, mënyra si ndihmonte klientët pa pritur asgjë në kthim. Këto gjëra të vogla, të përditshme, e kishin mësuar një mësim që as 1 milion nuk mund ta kishte blerë. Fuqinë e mirësisë dhe ndikimin e veprimeve të vogla. Eddard filloi të shkruante ditarin e tij, një zakon që kishte pasur për shumë vite. Por këtë herë, jo për të dokumentuar transaksionet financiare ose sukseset e biznesit, por për të reflektuar mbi jetën dhe mësimet që kishte marrë nga Anna. Ai shkroi për rëndësinë e lidhjeve njerëzore, për fuqinë e një veprimi të thjeshtë, dhe për mënyrën se si mirësia e dikujt mund të ndryshojë fatin e një tjetri në mënyra të paimagjinueshme. Ndërkohë, Anna përdorte mundësitë e reja për të bërë më shumë mirësi në komunitet. Ajo krijoi një fond për të ndihmuar familjet në nevojë, filloi programe për të rinjt që donin të mësonin zanate dhe art, dhe siguroi që kafeneja e saj të bëhej një vend ku njerëzit ndihmonin njëri tjetrin. Çdo hap që bënte, ajo përpiqej të mbante vlerat që gjithmonë e kishin udhëhequr: ndershmëri, përkushtim dhe mirësjellje. Një ditë, një vajzë e vogël hyri në kafene duke qarë. Ajo kishte humbur çantën e shkollës dhe nuk kishte para për të blerë një drekë të vogël. Anna e ndihmoi menjëherë, i ofroi një vak dhe mbështeti të ndihej e sigurt. Eddard, që ndodhej aty rastësisht, pas skenën dhe ndjeu një emocion të thellë. Veprimet e vogla të përditshme ishin ato që ndryshojnë jetën e njerëzve. Dhe çdo lloj pasurie tjetër është thjesht iluzion në krahasim me ndikimin që mund të kesh tek dikush tjetër. Në fund, historia e Eddard dhe Anna nuk ishte vetëm për pasuri ose testament. Ishte një tregim për fuqinë e veprimeve të vogla dhe rëndësinë e mirësisë së vërtetë. Ishte një mësim se njerëzit mund të ndryshojnë botën duke vepruar me integritet dhe përkushtim. Dhe se çdo akt, madje edhe më i vogël, mund të ketë pasoja që shtrihen për te imagjinatës. $5 e lënë në tavolinë nga Eddard, që në fillim dukeshin të parëndësishëm, ishin bërë simbole të një udhëtimi më të madh. Një udhëtim që përfundimisht i ndryshoi jetën e Annas, transformoi mendësinë e Eddard dhe krijoi një ndikim të pashlyeshëm në komunitetin e tyre. Ndërsa drita e diellit perëndonte mbi qytetin evropian, Eddard u ndjej plotësuar për herë të parë. Ai e kuptoi që trashëgimia e tij më e madhe nuk ishte as pasuria, as koleksionet e artit, por aftësia për të vënë njerëzit e duhur në vendin e duhur, dhe për të njohur se fuqia e vërtet matet me dashurinë dhe mirësi që mund të japim dhe marrim. Anna, duke vazhduar të punonte me përkushtim dhe mirësjellje, ishte prova e gjallë se veprimet e thjeshta të një personi mund të krijojnë ndryshime që shtrihen larg dhe thellë, duke lënë një gjurmë që kurrë nuk mund të fshihet. Ajo nuk ishte thjesht kamarier. Ajo ishte një simbol i asaj që njerëzit e zakonshëm mund të bëjnë për të ndryshuar jetët e të tjerëve. Dhe historia e saj do të mbetej përherë një testament i fuqisë së veprimeve të vogla dhe të sinqerta. Në këtë mënyrë, një akt i thjeshtë, $5 për një kafene, ndryshoi rrjedhën e jetës së dy personave, ndikoi mbi komunitetin dhe krijoi një histori që do të përjetohej dhe përcillej brez pas brezi. Ky ishte mësimi i fundit që Eddard kishte mësuar. Mirësia nuk ka çmim, por mund të jetë më e çmuara nga çdo pasuri tjetër në botë.